Në Shqipëri po mbillet bima e opiumit që shërben si lënda e parë për prodhimin e heroinës. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Arben Ristani ka bërë këtë denoncim nga studio lajmeve në Ora News, ndërsa deklaroi se tashmë vendi është i mbjell i tërë me kanabis nga jugu në veri. Nga informacionet që unë kam, ka filluar të mbillet edhe bima e cila do të përbëjë lëndën e parë për heroinën, bimat e opiumit që mbillen në Afganistan e kudo. Janë përbëjnë lëndën e parë me sa di unë për të prodhuar më pas. Po ashtu dhe kokainë e tjerë, po se çfarë e bën që të mos prodhohen këtu dhe ato e bën, qofse shteti do ishte në këmbë, qofse policia do punonte. Ristani akuzoi ministrin e Brendshëm Samir Tahiri për dekonspirim të hetimeve për avionin e rrëzuar në Ishëm, ndërsa tha se policia e shtetit është e lidhur me kultivimin dhe trafikun e drogës. Janë ata që i kanë mbështetur grupet e keqbërëse, pra ata që mbjellin drogën, janë ata që i mbrojnë dhe i ruajnë, dhe janë ata që i ndihmojnë për të shitur. Pra, policia e shtetit është pjesë e gjithë rrjetit të mbjelljes, transportit dhe çuaris në fund deri tek marrja e parave për sa i përket drogës. Krimi është kaq i lidhur me pushtetin, janë bërë njësh, domethënë nuk e dallon dot më Shullazin nga Samir Tahiri apo nga Edi Rama apo keqbërës të tjerë. Demokratët e konsiderojnë situatën serioze dhe Ristani paralajmëroi reagim të fortë bashkë me qytetarët për të mos lejuar shndërrimin e vendit në një Kolumbi. Është punuar sigurisht dhe me partnerët ndërkombëtar, po dhe brenda vendit në mënyrë që të ngrëmë një masë të madhe të revoltës popullore, në mënyrë që vendin të mos e lejojmë të bëhet si Kolumbia. Është një situatë e tmerrshme ku të gjithë duhet bëhemi blok, unë do t'i bëja madje thirrje të gjithë mendimit në këtë vend, gjithë opinionbërësve të këtij vendi, të cilët kanë për detyrë të merren me këtë çështje dhe të mundet të sensibilizojmë sa më shumë vendin.